Bashkimi Demokratik për Integrim ka thirrur sot kryesinë qendrore për të analizuar konkluzat që dolën gjën nga takimi i kryetarit Ahmeti me kreun e LSDM-s Zoran Zaev. Ahmeti mbrëm pas takimit tha se po analizohen deri në imtësi gjithçka që mos të sillet vendimi i gabuar. Tema kryesore dhe mbrëm ka qenë ligji për gjuhën. Sipas Ahmetit, nuk është të folur për formimin e qeverisë apo për marrjen e mandatit, por vetëm për dallimet që ekzistojnë në mes dy subjekteve politike. Mbetet çështje e ekspertëve, të cilët do të marrin orientimet e tyre, se si të mund të përmbyllin ato çështje për të cilat ka dallime. Më thot tash për tash nuk bëhet fjalë këtu për ndërtime, për koalicionime, i gjithë takimi ka shkuar duke parë se ku janë dallimet substanciale në mes të dy subjekteve politike. Pas takimit me ambasadorin suedez Arni Bjørnstad, nënkryetare e LSDM-s Radmila Shekerinska ka thënë se bisedimet janë në fazën përfundimtare. Edhe kryetari Zoran Zaev tha se është e çështje e ditës kur ai do të merr mandatin. Por megjithatë, ende ka disa dallime se si të ndryshohet ligji për përdorimin e shqipës, por që ajo të jetë në suazat të kushtetutës. Dallimet janë në zbatimin kushtetues dhe zbatimin praktik të ligjit. Në aspektet të caktuara na duhet qasje analitike në realizimin praktik. Nuk është qëllimi gjithçka të shkruajmë, disa vendime ligjore, disa tekste. Është e rëndësishme që ato vendime të shohin dritë dhe të përdoret. Ahmeti dhe Zaev do të presin mendimin e ekspertëve për çështjen e gjuhës, kurse për çështje tjera, Zaev thotë se palët janë marrë vesh. Në pjesën e Unionit Evropian dhe NATO-s e dini që kemi qëndrime të përbashkëta. Në pjesën për përkrajen e prokurisë speciale kemi qëndrime të përbashkëta. Në pjesën e barazisë ekonomike, ajo është nevoja regioneve e gjithë Maqedonisë, jo vetëm pyetje etnike. Do të ketë gjithmonë një trup kontrollues i cili para sjelljes së buxhetit do t'i marrë parasysh të gjitha aspektet në ndarjen e drejtë të buxhetit. Për dallim nga BDI, kryesia e së cilës do të takohet sonte në LSDM nuk do të ketë takim. Kryetari i LSDM Zoran Zaev që mbrëm tha se do të thirrë grupin e punës për të informuar se si ka rrjedhur takimi me Ahmetin.